Jeni akoma në shtëpi me qera? Po. Tani që kryetari i Bashkisë Tiranës, cili shquhet që jep kredi të buta, është në burg atje, ku e ka vende dhe shumë të tjerë, nëse edhe ju do të jeni nga ata që do të shkelin këto gjëra, ta uroj unë me shpirt i parë që të kam këtu në intervistë sot, që nëse do të arrini nesër ose do të ndihet ku do të jeni, nëse do të jeni pjesë e asaj që të merrni nga shqiptarët, nga sofra e shqiptarëve, te ky ta keni vend, te 313 edhe ju. Unë luftoj për një realitet të cilit nuk du t'i shpëtoj asnjë politikan. Kush fut durët në xhepat e qytetarëve, e ka vendin të 77-313. Sado që ne shohim fushata me daulle, me tamtane, me surle, gjëra të tilla, me batuta, estradë, teatr që nuk i shohim dot edhe në për këto teatrot që profesionistë kanë kryer shkollime të tjera. Nuk arrin dot të shohim to, ka kaluar një nivel do në fushate që ne nuk shohim as projekt, as program, as gjë. Mediat në ushqen me këtë gjë. Realisht shqiptarët vendosen nga ajo si çka ushqen, ky është ushqimi i përditshëm i kësaj gjë. Sot që Ron Velia është në burg, keni menduar që të aplikoni për një kredi të butë që të bleni? Nuk kualifikohem unë, se unë kam të ardhura të larta për Shqipërinë. Është zgjedhja ime dhe nuk është pamundësia ekonomike. Unë nuk jam ankuar asnjëherë për gjendjen time personale ekonomike. Jo, më thash se do ta kishit si mundësi, do të kishit edhe si kreditë e buta janë për njerëz. Si kontakt për të gjetur një kreditë e buta janë për njerëz përshtatshëm edhe si janë për njerëz me pamundësi ekonomike. Unë nuk kam hyrë politikë me pamundësi ekonomike, madje është bërë meme deklarimi im i parë i pasurisë në 2005. Dhe nuk jam qartë sot kush përfiton më shumë nga dhe nuk jam qartë, jam qartë ndonjëherë për mundësitë e mia ekonomike. Luftën nuk e kam bërë për veten time. Nuk jam qartë ndonjëherë për mundësitë e mia ekonomike, betejën e bëj që mundësitë ekonomike, të cilat vetes time ja kam garantuar para hyrjes në politikë, përmes punës time, këto mundësi i ketë çdo shqiptar. Doja dile te kjo se kush përfiton më shumë nga këto institucione shtetërore, që nga bashkia dhe shumë institucione të tjera, ministritë që vlojnë tendrat e gjëra, fiton shqiptarët apo njerëzit që kanë pushtet ose që janë sot në fushate, nesër do të jenë me poste drejtuese. Po thua për çfarë ka ndodhur deri tani? Çfarë ka ndodhur deri tani? Është e qartë që pushteti aktual është më abuzivi. Njerëzit që përfitojnë janë njerëzit të cilët janë të korruptuar. Prandaj edhe unë ta hodha atë se unë e di që nuk jeni kualifikuar për të marrë kredi të butë, por nesër ju do të jeni nga ata që do të jeni pjesë e kësaj tavës madhe tortës, apo do të jeni pjesë që ajo gjëja që i takon shqiptarëve do i takojë shqiptarëve. Kjo ndoshta është një pyetje për ata që, si më thënë, e kanë sefte. Unë kam 20 vjet në shërbim publikut. Kam qenë ministër transporti, ku është ndërtuar rruga Kompit, investimi më i madh infrastrukturor sot në Shqipëri. Kam qenë ministër i jashtëm, ku Shqipëria është fut NATO, kam punuar në fushatën për pavarësinë e Kosovës dhe njohjen e saj, kam nis dialogun për heqjen e vizave dhe për futjen e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Kam qenë ministër i brendshëm kur i kemi 2013 në Rama. Po jo, s'ka për fut asgjë, 313 në Rama.